Çka po ndodh prapas kena në raportin e Dolçës me Edin? Një detaj në Instagram që pak kush po e përmend, duket se konfirmon ndyshimin më të madh të momentit. Hyrja e Dolçës në Grande Fratello nuk ishte thjesht një aventurë e re, por një dush i ftohtë për të gjithë ata që besuan te romanca me Edin. Audienca shqiptare u befasua që në momentet e para, pasi kronologjia e deklaratave të saj atje ishte shkatruese për shpresat e tigrit të Deçanit që po e kujton akoma. Fillimisht, kur u pyet për statusin e saj, ajo mohoi kategorikisht të ketë një lidhje, por nuk u ndal me kaq. Kur bisedat u thelluan, ajo shkoi një hap më tej, duke mohuar edhe ndjenjat, apo një pëlqim të mundshëm sentimental, duke e zbehur totalisht peshën e asaj që ndodhi në Big Brother VIP Kosova. Sikur fjalët të mos mjaftonin, veprat e vulosën situatën. Dolçe u shfaq mbrëm flirtuese me djemt të shtëpisë italiane, duke lënë të kuptohet se kapitulli i Kosovës është mbyllur. Por treguesi më i fortë vjen nga jashtë, aty ku llogarit menaxhohen nga familjarët. Nëse kontrolloni tani, Edi ende vazhdon ta ndjek Dolçën. Por surpriza vjen nga pala tjetër. Llogaria zyrtare e Dolçës nuk e ndjek Edin. Ky detaj është një sinjal i qartë se familja e saj mund të jetë kategorikisht kundër këtij raporti, duke vendosur një distancë publike, duke prerë çdo ur komunikimi virtual. Apo sabotohet në hiqje raporti i Dolçës me Edin nga njerëzit e saj më të afërt? Kjo nuk mund të thuhet me siguri. Por ku ka zë, s'është pa gjë. Ndërkohë, produksioni ka njoftuar zyrtarisht se sonte në orën 8 në mbrëmje, Edi do të përballet me realitetin. Sot në ora 8 në mbrëmje, njihet me të vërtetën se ku është Dolçe. Shkruhet në njoftimin e fundit të lëshuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP Kosova, duke hapur pikpyetje të reja mbi mënyrën si do të përballojë pamjet nga përtej Adriatikut. Tani, pikpyetja e madhe mbetet. Çfarë do të ndodhë kur Dolçe të kthehet pasi eksperienca në Grande Fratello të përfundojë? A do i kthehet afërsisë me Edin? Apo ai do jetë një i huaj për të? Kjo mbetet e panjohura e madhe e kësaj historie, që nisi shpejt dhe me sa duket dyshohet edhe më shpejt.